një lajm të mirë për një zotëri që na ka thirrë edhe dje në telefon, që rast i konfirmuar është nga ekipa, jeton me kushte të vështira ekonomike, ka disa herë që ka thirrë dhe ka kërkuar mbulimin e shpenzimeve për analizat e cilat nuk bëhen në Kosovë. Kemi biseduar edhe me doktor dhe kanë konfirmuar që analizat nuk bëhen në QKUK, duhet në privat ose jashtë vendit, por së fundmi disa nga laboratorët tanë po e mundsojnë dërgimin e tyre jashtë vendit të analizave dhe i kthejnë prap bashkë me një rezultat. E kemi lajmin e mirë, e thrasim me Vludinin. Me Vludin mirë se erdhe. Mirë gjitha. Si je? Valla ju bashkë është në shnej, po çka më do. Mirë, me Vludin ma shumë po më intereson një rëzgjendjes tënde në shtëpi, ku jeton, çfarë shtëpi është ajo, me kë jeton? Jetoj me grua në një djalë. Po. Kushtet i kam ju, bashkë një veç, në një social jetoj. Po, ku jetoni ju, në shtëpinë e kujt? Me qereja. Jeni me qera, edhe me qerane paguni me social? Po, vallai. Sa të holla ju mbesin për me ushqy? Së kena e qeron 120 kena. Qysh ja del me Vludin? Valla që është kush po ka mundësi, në më një mu për borna, për ushqim, se jo, ose vetëm su që 2 vjetë e gjyj, të i mullqistë më të shnejtë. E bashortja punon diçka? Jo, se vaja smutë edhe është 7 zoni ka po mjeku për me nejtë. Para, fitale, ma thonë, Dhe e kishtë atë zangrun me Vludin? Po. Bravo të qoftë. Alhamdulillah. Ne kemi një lajm të mirë për ty. Falënderit shumë për ju, vallahi, ju shpërblet. Por unë do doja pak ma shumë me pa që kemi mundësi me bo, se... Po, edhe atë dhe ti këmë thonë, ati me mundi me orë, mund vizitu të Kuba nëje qëfar kushte krejt. Se valloja dhe se ka njerë shumë shtirje, ka njerë po shumë herë, të për i laqës, po kam me që kam i dhe, se gjdoja mu më shkojnë dhe që i laqë ka shtavat të. Qysh është plani me rritë dhe fëmijën e dytë me Vludin? Valloja veç dhe të ati ko shumë për që shtoj shumë ananimat. Qysh? Veç zoti, po vama ti ko shumë zoti. Okej, mirë. Lajmin e mirë për ty e kam që Olive Hospital i mbulon shpenzimet për analizat uja. Olivi është me pronar Bekim Muratin. Vlera analizave tuja është 1.000 euro dhe pacienti ju mundeni qysh nesër në mëngjes më shku për analiza. Rejtë, pandete për juve, të i kredi Allah, i rujtë më shpërblet. Uroj me u forcu, ti me të i kalu këtë smundja dhe me punu për fëmijët e tu që i ke planifiku për jetë. Inshallah, dhe pak shtjes. Po, qa vjetë e zotë një së. Mu më duhet pa tjetër me falenderu Bekim Muratin, se s'ka qenë vlerë vogël. Falimderit Olive Hospital, e vlerësoj shumë. Falimderit shumë. Me Vludin të shkoft mbarë. Falimderit shumë, dhe të juve dhe të i krejve. Miru pafshëm. Falimderit.